Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Eliona, ka ndarë një rrëfim shumë emocionues dhe prekës për jetën e saj, ku ka zbuluar dhimbjen e thellë që ka përjetuar pas humbjes së nënës dhe motrës në një aksident tragjik. Me lutë në sy, Eliona ka përshkruar momentet e vështira kur më 25 korrik u nis për në Kosovë me autobus, por rruga përfundoi në tragjedi. Jemi nisur me autobus për në Kosovë dhe mezi prisnim të mbrinim. Nuk kishte njerëz më të lumtur se ne atë ditë. Me 25 korrik në orën 6:20 dëgjova njerëz duke bërtitur dhe mbaj mend vetëm që dola jashtë, e vetme dhe e tronditur. Kur pash që motra e madhe ishte mirë, mu hoq një barrë e madhe nga zemra, por motra tjetër mungonte. Babai dhe vëllai ndodheshin në Gjermani, ndërsa ne ishim vetëm. Po kërkonim motrën kudo, derisa pash këmbën e nënës dhe ja tregova motrës. Dola në rrugë dhe telefonova babajn, sepse gjeta telefonin e nënës në asfalt. I thash se kishim pësuar aksident. Babai u nis me një herë për në Kroaci. Për motrën e mbajtëm shpresën deri në fund. Më mungon nëna dhe motra, dhe më mungon të hy në shtëpi me gëzim, rrëfeu Eliona.